ku 50 e ki ble sa mi, 5.000 e ki shit. Qa ka lidhje punë? Kur gjus ka lidhje, heq. Që kjo është 50 hektar privatizim, a e ki ble kështu? Ja, privatizim është kjo. Edhe kjo në privatizim. Po. E nëse është 50 euro ori, sa e ki privatizim, kur është kompenzu, me sa është kompenzu? Për shtetit mas nej? Për autostradë, për afërsisht? Dikon, nuk e di sakt, thash, dikon 5.000-6.000 euro, 7.000 euro. 5.000-6.000 euro ori. Po nuk e di, nuk kam që me jep shifra që nuk e di sakt. Ka sa e ki ble orin? Nuk e di. Nuk e di, 50 hektar. Se di sakt me të kaldu, tash nuk po du këtu me dollë para teje, me Ani, shumën totale së kujtojt? E di që 200 e diçka mijë euro. 200 e diçka mijë euro? Po. E qysh i ki bo sa me 200.000 euro me donë? Po, jemi hinë në kredit. Kena, janë argumentet dhe faktet që na përmes bankave jemi... Prap kredi? 200.000 euro kredi? Po. Ta kam bon 200.000 euro kredi, a? A kanë të mëda. E kom pas hipotek këtë lokalin tem që... Mirë. Apo më do këta është ofër autostradës, qëto? Po, që kjo është? Bash ofër autostradës. A tu ka shpërnsu mas nej? Qysh? A tu ka shpërnsu mas nej? Po, një pjesë e vogël, po. Ka sa tu ka shpërnsu? Po, Allah nuk e ti. Mërgimi ma shumë. Mërgimi ide. Po, nuk unë që merë shumë me këtë. Qa po thua përgjigjet mërgimi, me bo me vetë na për këto? Pse më mësë përgjigjet gjithë. Okej. Qyre, veç me të kalëzu që mërgimi nuk e ka këtë tokë deklarume në pasurin, që ata? E ki deklarume te, a? Po, unë e kom deklaru me kokit, në më këtë pjesë. Edhe pse s'u kon emen teme, heq? 50 euro ori pi bjen dikon, 50 euro ori. Ja, që ato dikon? Kur ta këshyrë 200.000?